A e dini që muaji që keni lindur është thelbësor në jetën tuaj të përditshme? Ose më mirë, a e keni vënë re që gjatë jetës suaj një ditë e javës është tepër e rëndësishme për ju? Ose më mirë, sjell fat ajo ditë dhe asnjë tjetër. Pra, gjatë jetës suaj ju keni vënë re, padyshim, nëse nuk e keni vënë re tani kujtoheni, ose dikush edhe e ka vënë re, disa edhe më kanë shkruar, që një ditë e caktuar ju sjell fat. Pse? Tani po ja u tregoj. Atëre, kush është rastisht, do t'i lutesha t'i bëj like faqes, të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi përbashkë. Respekte të gjithë, faleminderit për gjitha ato komente që shkruani dhe faleminderit që jemi përbashkë. Disa prej jush i shikojnë këto video dhe nuk i kanë bërë like faqes, ndaj e them gjithmonë. Nuk ju kushton asgjë. Unë nuk shkoj që të shikoj se kush i ka bërë like ose kush jo. Nëse i bëni like, do të thotë që notifikimet ju vinë dhe kështu që mund të shihni edhe të diskutojmë së bashku. Carl Jung, një nga, mos themi ai psikologu më i mirë, sepse unë kështu e vlerësoj Carl Jungun. Ishin edhe Freudi ishte më i madh në moshë, mirë po kur u takuan së bashku, që ose dini, Carl Jung me Freudi, kanë ndejtur bashkë dhe kanë folur për 13 orë me radhë. Tani, pse e them këtë? Sepse Carl Jung ishte ndryshe, ishte diçka e re, diçka inovative. Dhe tjetra ishte që Carl Jung mendoj se kishte kontakte dikush që e informonte. Por leti lëm këto dhe pse dita ose një ditë e caktuar dhe muaj është kaq thelbësor në jetën tonë. Atëre, pikë së pari, në një emision që kemi bërë para disa kohësh, thosha pse njeriu ka lindur në një datë të caktuar, një ditë të caktuar e tjerë. Do t'ju them dy gjëra të rëndësishme. E para, a e dini që edhe në fizikën kuantike asgjë nuk është rastësore? Pra asgjë nuk është rastësi në fizikën kuantike. Është e vërtetë, unë kisha studiuar para disa viteve, disa ato kuadratet që s'më kujtohet emri tani titulli si kuadratet e, nuk e mbaj mend, dhe që kishte një luhatje ku shkencëtarët thonë që nuk mund të jetë rastësi. Tani, pse e them këtë? Në qoftë se ne do t'i bazojmë kësaj, atëre them që edhe lindja e njeriut nuk është rastësi. Tani, në qoftë se do më kthehemi pak në kohë, më falni, nuk kam humbur, por dëgjoni me kujdes. Në qoftë se do kthehemi mbrapa në kohë, le të lexojmë librat antik dhe ata na tregojnë që njeriu është krijuar. Për më tepër, ka disa libra ose ka disa thënie të disa kulturave ose disa besimeve që besojnë që njeriu është i shkruar. Pra fati i tij kur lind dhe derisa vdes. Pra data e lindjes dhe data e vdekjes. Tani, pse do të na duhet ne informacioni për sa i përket muajit ose ditës së lindjes sonë? Sepse na ndihmon për jetën tonë. Na ndihmon të kuptojmë se si mund të ecim më mirë në jetën tonë. Pra këtë thoshte në sintezë Jung. Dhe Jung thoshte që ne bazohemi në atë çka në projektet tona. Pra atë çka ne mendojmë që po e projektojmë për nesër, ne bazohemi në këtë sepse mendojmë që në të ardhmen do rregullohet çdo gjë. Por Jung e dini se çfarë thoshte? Dhe është shumë kurioze kjo, shumë. Jung thoshte që e kaluara mund të modifikohet, sepse po të punosh mirë tani, ti modifikon të kaluarën dhe do modifikosh pa diskutim të ardhmen. Pra të kaluarën, e di që duket absurde, ose dukesh absurde, po a e dini që nuk ka para pak muajsh, shkencëtarët kanë zbuluar që ka disa gjëra, gjëra teknike, që mund të modifikojnë të kaluarën, po. Pra, në një formë, e kaluara mund të modifikohet, thonë shkencëtarët, por e tashmja dhe e ardhmja ende jo. E thotë shkenca, nuk e thom unë. Dhe po thoshja, si ishte mundur që Jung atëre e mendonte këto se e thoshte, si ishte mundur. Megjithatë, të kthehemi edhe mbrapa në kohë,
e thash këtë si parantezë që të kuptojmë sa e rëndësishme është data e lindjes sonë. Që dikush e anashkallon dhe thot që është rastësi. Unë mendoj që nuk është rastësi, jo sepse e thoshte Jung, por jam i bindur për shumë gjëra. Tani, unë do t'i tregoj një eksperiencën time. Do t'ja u tregoj sepse është tepër e rëndësishme, që të kuptoni dhe ju pastaj. Sa herë kam bërë kontrata, gjithmonë, po thuaj 90% të rasteve, unë kam bërë spektakle ose të mërkurën ose të premten. Pra, spektaklet që unë kam bërë të mëdha po flasë, televizive, unë i kam bërë ose të mërkurën ose të premten. Megjithatë, në qoftë se do të marrim një llogaritje të ditëve, kush ka qenë më të rëndësishme, ka qenë dita e premte në darkë. Pra, ditën e premte duke filluar që Beato Fraledone që e regjistroi atë mërkurën, dhe duke filluar për shembull Sognando Las Vegas, apo ku ta di unë, edhe programin Enigma. Shiko, do t'ju tregoj diçka. Kur shkova dhe filluam që të përgatisim programin, drejtori i programacionit Agim Boçari po shikonte se ku mund të më vendoste, sepse ai donte që të më vendoste ditë të shtune ose të diel, që njerëzit të shihnin emisionin Enigma sepse pa që ishte me kualitet. Mirë po, s'kishte vend. Pra ishte full programi dhe s'mund të futesha në asnjë. Dhe problemi ku ishte? Në atë periudhë kur do nisej emisioni, që ishte në tetor të vitit 2011, nuk ishte, duke qenë plot kanali, pra te kanali T, nuk mundej që të fillon dhe në atë kohë. Në qoftë se ne do pristim që të dilte ditën e shtunë ose ditën e diel, duhet të prisim vitin tjetër. Pra në janar ose shkurt. Dhe u vendos që të dilte të premteve. Po askush nuk do t'ja priste mendja që pikërisht të premteve do ishte emisioni suksesshëm. Dhe sikur ta ngjallte ajo ditë premte. E bukura ishte që të premten kishte edhe më pak gjëra kurioze, ose në atë kohë nuk ishte fare, dhe kjo bëri që të dinin të premten. Dhe po thoshja, unë të premten, po thuaj gjithë 5 vjet, të premten më sillte gjithmonë fat. Tani, për sa i përket thash programeve televizive, kurse për sa i përket takimeve ose diçka tjetër, takime shoqërore apo gjërave të mira ose telefonatave të mira që unë bëja, prisja ditën e martë. Prisja ditën e martë që të merrja në telefon. Nuk e di pse, po gjithmonë kam pritur ditën e martë. Tani, pse po e them këtë? Këto janë eksperjenca që më ka ndodhur mua, por do t'ju them një eksperiencë të një shoku ton. Ky shoku ynë ka lindur ditën e hënë dhe e shoqja e tij, pra bashkëshortja, ka lindur ditën e martë. Ai kur llogarit që të vej diku, për shembull të bëj udhëtime etj, ai ja llogarit jo të niset, por të llogarisë. Llogarit, më falni, ditën e mërkurë. Kurse për të nisur që të shkoj diku, nuk është se këto i bën për ditë, por them llogaritë që i bën. Kurse për të nisur, ai niset gjithmonë të premten. Kurse të ejten ai e lë bosh, sepse thot që të ejten ka patur gjithmonë probleme. Pra sa herë ka ikur me pushime, ka bërë ndonjë gjë, çdo gjë i ka ndodhur ditën e ejte. Bile edhe kur e tradhoj një bashkëshortën fillim fare, e ka ndodhur në ditën e ejte. Dhe ditën e ejte për pak e ndau. Shoqja, kështu që e kapi ditën e ejte, e kapi. Më falni. Nejse, por po thosha, Leo. Po thosha që secili ka ditën e tij. Në fakt, për shembull, nëse flasim për një personazh, personazh të mirëni, nëse meqense janë personazh dhe janë të njohur dhe dini pak a shumë jetën e tyre. Po ta shikoni, jeta e tyre
ka disa data të caktuara. Disa data të caktuara që lidhen pikërisht me muajin e lindjes. Pra që të shkojmë në sintezë të gjithë kësaj bisede, muaji i lindjes i njeriut, muaj normal, data dhe muaj. Për shembull, unë kam lindur në 21 i dyti. Pra 21 që është dita, i dyti që është muaj shkurt. Dhe muaj shkurt është tepër i rëndësishëm, po thoshja. Përveç se dyshi, që është i rëndësishëm që ta përdorësh gjatë jetës, por është edhe data që është 21 plus 2. Më kuptoni tani? Kështu që 21 që është 2 edhe 1 3 plus 2 bën 5. Dhe 5 ose dhe dyshi janë numra që duhen përdorur gjatë jetës. Përveç se japin energji, për shembull numri 2, e di që do kushtari thotë, "Më çfarë është? Numri 2 jep energji." Për shembull, unë me 2 kam bashkëshortën time, për shembull. Me 2 është muaji i saj, me 2 është dita, me 2, pra dyshi edhe viti bile përfundon me 2. Kështu që unë mendoj që numrat janë tepër të rëndësishëm. E përsëris edhe një herë, nuk është sepse e thoshte Jung, por nga eksperienca që kam patur gjatë jetës, unë them që dita e lindjes dhe muaj, kryesisht muaj i lindjes, është tepër i rëndësishëm. Dhe këtu mund të kthehemi edhe një herë tek ajo bisedë që thash më përpara, që unë mendoj që në qoftë se janë kaq të rëndësishme këto data dhe përcaktojnë disa gjëra, disa pika të rëndësishme të jetës sonë, pra gjatë jetës, atëherë do të thotë që pleqtë e moshuar, pleqtë e vjetër shqiptar kishin të drejtë kur thoshin që jeta jonë është e shkruar. Nuk e di, mbani mend atë, ose ndonjëri nga ju di greqisht ose jo. Më falni, por ndonjëherë kështu edhe na vijnë disa këngë, sepse unë përveç se i mati ishte andej, por edhe këngët ndonjëherë kështu edhe i dëgjoj. Dhe mbaj mend një këngë që flet për një peshkatar që është në varg dhe thot, ajo thot, qitapi thot që ti dali syt atij që shkruajti qitapin me pak fjalë, në sintezë, kështu thot. Nuk dua ta citoj tani, ta them këngën, por thot, to diavolo të qitapi thot që na të vjen tomati. Me një fjalë, atij që shkruajti qitapin ose që shkruajti atë jetën time, thot, që i dalshin syt. Dhe nuk është e vetmja këngë, sepse keni edhe unë mbaj mend edhe një këngë arabe, mbaj mend si që e kam lexuar, por jo se mbaj mend si këngë, që thot pikërisht pra për jetën e njeriut që është e shkruar. Bile edhe në tekstet të Biblës, të Kuranit, me sa di unë, thuhet që çdo gjë është e shkruar. Dhe po ta shikojmë edhe në gjenetik, gjenetika jonë, për shembull, është edhe kodi gjenetik është ai. Pra ne nuk mund ta ndryshojmë dot kodin gjenetik, secili ka të veçantë, sepse numrat të përgjithësi, kodet që ka, kromozomet e të gjitha, bëjnë një numër të caktuar që përcakton atë njeri, dhe ne jemi unik në mbar botën, mos themi në univers. Kështu që duke u marrë për bazë dhe këto të dhëna, qoftë shkencore, por qoftë edhe të teksteve antike, por edhe të Jungut, del si përfundim që jeta jonë mund të jetë e shkruar. Atëherë, si rezultat, do të thotë që dita jonë e lindjes, data dhe muaji është tepër i rëndësishëm. Kështu që ato kush ka lindur për shembull në një datë caktuar të një muaji, data 1, data 2, data 5, 10 apo 31-shi, atë numër duhet ta përdorni. Duhet ta përdorni sepse ju sjell fat. Në qoftë se është e zëm për shembull 31, 3 plus 1 bëjnë 4. Kështu që mos ndaloni tek 1-shi, tek 31-shi, por mund ndaloni tek 4. Dhe në qoftë se shikoni gjatë javës për shembull e hënë e martë e mërkurë e njëjte, dita e njëjte është tepër e rëndësishme. Kështu që unë mendoj që këto janë thelbësore, sepse janë disa rregulla që nuk janë për të gjithë, sepse po të vini re për shembull, nëse mbledhim datën e lindjes dhe datën time, edhe pse unë them që data 5 për shembull që është dita e 5, e hënë e martë e mërkurë e njëjte,
dhe e premte, pra duke qenë ditë e premte, e kam përdorur gjithmonë për fat. Por kjo ndoshta nuk është e përcaktuar për gjithë, ndoshta për dikë është ndryshe. Kështu që unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Juve, a ju ndodh një gjë e tillë? Unë e kam 1-1. E kam 1-1. Unë nëse do të telefonoj të martave, nëse dua sukses. Dhe nëse do të dalë televizor, duhet dalë të premteve. Në fakt, shiko, do t'i them një gjë tjetër. Kur dora me live-et në Facebook, para një vit e gjysëm, që bëra rreth 20-30 net live, se i kërkonin, në punë kërkova që se si mund që të dilja të shtunave ose të diellave, dhe të shikoja se si do organizohet. Diellin isha me familje, sepse dalim, duhet të kthesha, pastaj nëse do shkoja diku, duhet të kthesha vrap që të bëja, që të kisha një orar të caktuar. Ta bëja rrugëve nuk shkonte, kështu që të diellin e hoqa. Të shtunave varet se kur do kthesha nga puna. Të shtunë gjithmonë jo shkon bën të psonisë, që shkon e çon gruan diku apo fëmijët apo, dhe edhe e shtuna ishte pak e vështirë. Ditët e tjera të javës të gjithë punojnë dhe është e vështirë që ti mlidhje. Kështu që mbetej vetëm në darkë e premtja për shumë arsye, dhe unë i bëra të gjitha të premteve. Kështu që nuk e di, kjo është tash personale, ndoshta ju e keni ndryshe, ndaj ju pyes nëse mund të lini komentin tuaj dhe të më thoni dita juaj e shënuar, kush është ose ajo që ju sjell fat. Dhe a është e vërtet që data e lindjes dhe muaji që keni lindur është i rëndësishëm për ju? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ju dua fort natën.